Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vazhdojmë me temën e radhës, e cila është namazi i frikës. Pra, si duhet të falen besimtarët nëse janë në raste lufte, në betejë, frika të caktuara, por zakonisht me namazi i frikës është për qëllim namazi në betejë. Pra me këtë ne kuptojmë se as në luftë nuk duhet me u lënë namazi, por ka rregullat e veta të caktuara që nuk duhet me u anashkalu. Pra ky namaz nuk lihet për qef. Jo kam djalin pak pa qef, shkoj deri atje, shkoj deri këtu, jo pak po më lëm kryt, s'u fali sot drekën. Edhe në luftë nuk lihet namazi. Të marrim tash dispozitat përmes leximit nga hoxha jon i dashur Muhameti Ona Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Autori thot: namazi i frikës falet duke ndar imami xhamatin në dy grupe. Pra, veç pak, në dy grupe. Një saf, dy safa. Shembull për marr, s'po du me thon 3 safa. Një saf, dy safa, dy grupe. Grupi A, grupi B. Kështu po ndajmë, po. Një grup përpara armikut, ndërsa me grupin tjetër fal një rekat nëse janë udhëtar. Mirë. Një grup e kalon armiku është vit parë frontit, qoftë me pushk, qoftë me shpata. Njëri grupi A, është të armiku. Grupi B është mrapa, ama është afër, nuk është shumë larg, është afër grupit parë, se duhet më nru. Çka bën imami? Allahu Ekber, lidhet me grupin B në këtë rast. Çështo na i ndam. Me grupin B lidhet, se është pak e komplikuar, ndaj duhet më kuptu mirë. Lidhet me grupin B. Çka bën? Nëse janë udhëtar, domethënë lufta është në një vend ku janë larg, kanë kalu kilometrat për mu qujt udhëtar, e fal me grupin B një rekat. Një rekat. Nëse janë udhëtar, po, nëse, po. Sepse kjo konsiderohet gjysma e namazit të tij. Po, udhëtari, gjysmën e namazit e ka një rekat. Drekën, për shembull, 2 rekate e shkurtan për i 4. E ngjashëm veprohet edhe në namazin e sabahut. Pra, një rekat edhe namazin e sabat, po. Ose 2 rekate nëse janë vendas. Po, nëse janë vendas, duhet me falë drekën 4 rekat. Çka bën? Imami i falë 2 rekat me grupin B. Veç 2 rekat, po. Sepse s'ka dhënë selam, ha? Kujdes, po. Sepse 2 rekatet për vendasit janë gjysma e namazit. Po. Ashtu falet edhe nëse është namazi i akşamit. Pra edhe nëse është i akşamit falet 2 rekat. Se s'ka një gjys. 2 rekat e fal me grupin B, me grupin e parë. Sepse namazi i akşamit nuk pranon përgjysmim. Po. Autori thot: pasi të falin 1 apo 2 rekate, shkojnë përballë armikut e vjen grupi tjetër. Këtë e vërteton ajeti kuranor ku Allahu fuqiplot thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu. Le të vi e le të falet me ty grupi tjetër në roje. En-Nisa 102. Autori thot: dhe atyre imami u fal pjesën e mbetur të namazit. Pra, po grupi A tash, grupi B i ka fal 2 rekat. Imami ka nejt, grupi B ka shku në vit frontit. Grupi A që ka në vit frontit, ka arë me imamin, imami i pret tarë. Tash në reqatin e tretë, po themi nëse janë vendas, ose në reqatin e dytë nëse janë mysafir, udhëtar. I ka prit imami. Ata kanë shku përbara, ka ardhur grupi A, mu fal me imamin. E kanë zënë imamin në reqatin, po themi në reqatin e tretë drekës, se imami i ka prit, gjysën e ka kryma ata, tash i ka prit këta. Edhe këta lidhen me imamin. Për imamin është reqati i tretë edhe i katërti, për këta është reqati i parë edhe i dyti, edhe ata janë fal me imam, edhe ky grup është fal me imam. Ta shohim tjetër. E në fund jep selam vetëm imami. Pra jep selam imami, se imami ka plotsu 4 reqat drekës, ose nëse janë udhëtar, në 2 reqat. Ka dhënë selam se ky e ka kryt taman. Ata nuk japin selam se kanë kryt taman, po. Imami në këtë rast jep selam sepse plotësohet namazi i tij. Kurse xhamati i dytë shkojnë përballë armikut. Pastaj vjen grupi i parë dhe plotësojnë namazin e tyre pa lexim. Japin selam dhe kthehen. Pra, ata kanë shku, grupi B, kanë shku në vit partë frontit, kanë prit armikun. Ose kanë luftu, ose kanë prit, mos po vjen elbete. Këta, dhe më thonë, vin tash edhe i falin e 2 reqat që ju kanë mbet, po thëjmi 2 tash nëse në mendas, po. Sepse këta konsiderohen pasues, dhe bëjnë kujdes që të qëndrojnë atë sa qëndron imami, sikur këta të jenë pas tij. Po. Autori thot: pastaj vjen grupi tjetër e plotësoi namazin me lexim të Kuranit.
sepse këta konsiderohen se janë xhamat dhe japin selam. Kështu ka transmetuar Abdullah ibn Mesudi nga i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam, sikur grupi i dytë të plotësojnë namazin në vendin e tyre pas dhënies së selamit të imamit, atëherë lejohet, sepse xhamati ka dispozitën si ai që falet vetëm, pra nuk ka ngel me dispozita e imamit. Pra, këtu e kemi sipas transmetimit të Ibn Mesudit kjo meselë, domthonë grupin A, grupin B. Grupi A i ka fal 2 rekat, grupi B i ka fal 2 rekat, grupi A ka në fush betejë. Edhe pastaj imami ka qëndru, këta që kanë bo, kanë shku në betejë, mas i kanë fal 2 rekat, edhe ka ardhur grupi A. I ka plotësu 2 rekat për këta, i në kanë rekat e para, po për imamin i në kanë rekat e fundit. Edhe tash, imami ka dhënë selam as 4 rekatëve. Këta s'kan dhënë selam, kanë shku në fush betejë. Kanë ardhur ata të tjerë e kanë plotësu namazin, i kanë plotësu pazon këtë rast, se kanë lexu, grupi B ka lexu me imamin fillim. Apo mundi me kap, kanë lexu me imamin, domethënë grupi B, imami ju ka lexu me zan. Jo me zan, ka lexu për shembull po Yatsin me zan. Yatsin ta, se këtu përmend edhe puna me zan, me lexu pa zan, veç Fatiha apo dhe sure. Po grupi i dytë që fal, që imami ka lexu pa zan. Këta po thot, kur kanë shkuar në betejë, ata kanë plotësu grupi paraprakë tyne ka plotësu ka dhënë selam, ata kanë ardhur masanë grupi i fundit, edhe tash ata ose mund me lexu me zan, se për ta imami ka lexu pa zan, tash ta lexojnë me zan, sipas këtij transmetimi. Lexojnë me zan, del nga kush imam apo secili? Jo, secillin vete, lexon se me imam janë kanë këta, konsiderohet edhe grupit A dhe B i konsiderohet të gjithëve namazi me xhamat, veç e imami është nda me 2 grupe fal, secili grup. Por e kemi edhe versionin tjetër, që e përmendin në fund? Sepse xhamati ka dispozitën si ai që falet vetëm, pra nuk ka ngel më dispozita e imamit. Ka mundësi që mos me lexu këta me zan, që se kanë zan imamin me zan, që në konë grupi i dytë, po lexojnë secili për vete, sikur se dikush që vjen në xhami. Ka një atësi dikush në xhami në rekatën e tretë, se ka një imamin me zan. I ka fal veç 2 rekat e fundit pa zan. Po edhe 2 kur t'i plotson apet pa zan. Po thot edhe mundet pa zan, jemi të folë për namazet me zan. Për namazet me zan dhe që është në këtë rast akshami, yatsia, edhe sabaj, po themi. Por këtu e kemi edhe një ndoshta na të cek autori, s'po di, version tjetër domthonjë që grupi i parë dhe grupi B më fal me grupin e parë imami. Grupi i parë domethënë njëri grup ashtu në e armiku, po falet me imamin në rekatën e dytë nuk qohet për rekatën e tretë. Qohet vetë xhamati për rekatën e tretë. 2 rekatet të fundit i falin xhamati vetë, pa imam. Imami rrin ulur deri këta ta kryjnë namazin kret, shkojnë këta te armiku, vjen grupi tjetër, lidhen te imami. Por mos munda ka 2 rekat, 4 ata grupi i parë ka kryer 4 komplet. Pastaj grupi i dytë 4, imami pret me grupin e parë fal 2 rekat, e pret në tejat grupin e dytë. Domethënë, lidhen ata për imamin është rekati i tretë, e për grupin B, grupin e dytë është rekati i parë për ta. Ka edhe këtë, ndoshta, sipas Ibn Mesudit. Pyet dikush që mund të shkon me, se imami u lidh me grupin e parë, po grupi i parë i bën udhëtar, ka fal 1 rekat. Ka grupi i dytë ka bën 2 rekate. Te për imami janë bën 3. A me prit me plusu edhe 1 rekat prapë me grupin e parë. Dëgja, imami është bazë në këtë mesele. Sikur se në namazet vetjake. Imami është bazë, duhet më njek imami. Domethënë, edhe nëse janë disa luftëtar aty, mysafir, e njekin imamin. Imami vetë që ka parë sa rekati i tretë me grupin e dytë. Se një ata kryej me udhëtar, e 2 me vendas. Qysh udhëtar? Me Ai udhëtar është vetë ki fjalën? grupi i parë janë udhëtar. Po. Që i kalon mbrapa vetes, e grupin e dytë e kalon. Edhe nëse janë udhëtarët, ata, kjo është vendas. Kur të lidhen udhëtarët, mas vendasit e plotësojnë namazin. Domethënë, nëse si normal, si një jetë normal. Ku është dallimi i qësaj faljes namazit frikës prej namazit normal në një xhami me 2 grupe, është vetëm domethënë ajo që një pjesë nuk duhet mu fal me imamin, por me nejt të armiku, ose në pritje, nga dishmëri, ose në betejë, shpata të ngrit njëra me tjetrit, ose pluma të gjujt njëra me tjetrit. Gjysa falet, gjysa luftojnë.
Po na kemi këtu një dispozitë do ta shohim se nëse është edhe kjo e pamundur, është aq shumë domethënë e komplikuar situata sa s'mundën më bë safa, atëherë kemi tash do ta shohim se a lihet krejt namazi apo falen mbi kafshët e veta ose secilin atë bunkerin rrovën e vet, ç'është mundet secili, do ta shohim. Po. Kjo domethënë kjo renditje, nëse është e mundur ose për shembull armiku ka ardhur po e pret nga çasti në çast me luftu. Me nis betejën, ti nuk e din kur ka me nis. Ti çka bën? Ti suni lidh krejt xhamatin namaz. E lën bile gjysën që më kanë të kujdesshëm secillin pikën e vet. E gjysa me u fal. Po. Autori thot, ai i cili lufton ose hip mbi kafsh, i prishet namazi i tij. Sepse këto lëvizje konsiderohen veprime të mëdha që e prishin namazin. Mirë, domethënë na tham falin dy recat edhe shkojnë përpara në vit parë. Këta tjerë të vinë. Domethënë sipas tashtë së fjalës autorit, që ata që po shkojnë vit parë frontit, nuk po luftojnë, veç po presin nga dëshmëri. Armat i kanë në dorë. Po presin mos po bën ai lëvizje armiku. Nëse bën lëvizje armiku me shpata, me armë, ky detyrohet me gjujt, atëherë domethënë ju prishet namazin nëse lufton ose hyp mbi kal. Që ta të cilët domethënë sa i grupi i parë, ata halasin lidh namaz. Po ç'ky grupi që është me imamin këtu, me imamin. Nëse janë namaz, i kanë falë dy recat dhe kanë shkuar në vit parë frontit, po presin. Nëse që ta hypin kuaj ose fillon betejë, rastësisht ju prishet namazi. Jo, s'ban as me fol as kur gjë. Jo, ata duhet me shku me ec kadaldales me shku domethënë në qetësi të plot deri te 3-4 metër përpara, varet sa janë para grupit tjetër. Domethënë një grup mbrapa imami, para imamit janë ata tonë ka armiku. Imamin e kanë të mbrojt, imamin edhe xhamatin e mbrojnë mbrapa. Apo afrohet surja, fotografia, apo afrohet kapak, domethënë ato janë çati përpara, në vit parë frontit. Këta po falën, është falë gjysa, grup kanë dalë ta 2-3 hapa përpara, grup ka ardhur grupi tjetër mbrapa. Edhe imami që aty po qëndron. Jo domethënë me shku shumë larg, ku e di çka mu mbledh në për fush betejë në për asë. Po. Dihet se pejgamberi alayhis salam ishte angazhuar ditën e betejës së Hendekut me veprimtari luftuese dhe i kishin kaluar disa namaze të cilat i kishte falur kaza natën. Dhe kishte thënë. Po, pra jemi të folë nëse ndodh që ata luftojnë me shpata, me pushka, me çka do koftë, ose hypin mbi kuaj, ju prishet namazi. Se kështu i ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në betejën e Hendekut ka qenë i angazhuar me betejë non stop tu luftu, sa nuk ka mujt mu lidh namaz as në çet formë, mu fal sikurse kjo namazi i frikës. Edhe çka i ka kompenzuar disa namazë dhe pastaj ka thonë Allahu, po. Dhe kishte thënë, Allahu ambusht shtëpit dhe varret e tyre me zjarr, ashtu si s'na angazhuan dhe na e lan pa e fal namazin e mesëm. Pa namazin e kindis e kanë lanë pa fal, po. Nga ky hadith nënkuptohet se sikur namazit e ishte lejuar të falet duke luftuar, atëherë pejgamberi alayhis salam nuk do ta kishte vënuar, sepse betejë e Hendekut kishte ndodhur pas ligjësimit të namazit të frikës. E pejgamberi alayhis salam namazin e frikës e kishte falur në betejën e quajtur Dhatur Riqa'i. Po në betejën e Dhatur Riqa, që në konë të prit takim me armikun e ka falë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po në betejën e Hendekut jo, namazin e frikës. Pse? Se u konë në betejë Dhatur Riqa, ju konë të prit takim ballafaqim me armikun. Në betejën e Hendekut ju konë në betejë, jo të prit. Edhe kështu që nuk e ka falë, edhe pse zbritja e dispozitave të namazit frikës u konë edhe në betejën e Hendekut. Domethënë u konë e ligjerume si legjislacion, si dispozit, por nuk ka mund me falë sepse nuk i ka plotësuar kushtet për namaz të frikës. Po. Thuhet se kjo ka ndodhur para Hendekut. Kështu e ka përmendur Vaqidiu dhe Ibn Ishaku. Transmetohet nga Ebu Jusufi, i cili ka thënë: ky namaz nuk lejohet pas pejgamberit, sepse ky namaz është në kundërshtim me bazat dhe parimet e namazit. Pra sipas Ebu Jusufit, rahmetullahi alejhim xhamian, namazi i frikës në këtë formë, që ka përmend Ibn Mesudi edhe si e sqaruam na, nuk lejohet mu falë mas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam nga askush, pra nuk vlen sepse është në kundërshtim me dispozitat bazë, domethënë të namazit, dil 2 recat fali, largohu, hajde këta tjerët, apet ata shko përpara, këta dil mrapa, e kështu me radhë. Thot, po e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë e veçantë, domethënë veç për ta nuk vlen për ummetin, sipas Ebu Jusufit. Ky mendimin e tij e mbështet
në ajetin i cili thot, kur ti je në mesin e tyre, An-Nisa 102. Ajeti po thot, domethënë ti, wa idha kunte fihim fa aqamta lahum as-salat, kur ti t'jesh, o pejgamber veç për ty vlen që kjo. Po kur si je ti, atëherë jo mos falen çështu ata. Sipas Ebu Jusufit, këtu po. Përgjigja që i jepet Imam Ebu Jusufit është, sahabët Allah qoftë i kënaqur me ta, këtë namaz e kishin falur në Taberistan. Po, kjo është transmetimi sakt nga Hudhaifja tek Ebu Davudi, Nesaiu, Ahmedi, Musnad, Ibn Hibani, edhe hadithi është i sakt, pra, si transmetimi sahabëve, edhe ata e në falë, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë formë si që sqaruam më herët, po. E këtë e kishin bërë të gjithë pa asnjë kundërshtim nga ndonjëri prej tyre. Andaj konsiderohet konsensus i xhma. Po, ijma, po. Autori thot, nëse shtohet frika, atëherë namazi falet mbi mjet, vetëm me sinjalizim dhe falen në cilën anë të kenë mundësi. Pra, nëse shtohet frika, pa mundësia për mu afru njëri me tjetrin, aq është armiqë janë të mëdhaj, të shumët në numër, është çdo anë domethënë është e pamundur deri te ky bashkim, te kjo renditje, radhitje, falje me këtë tertib, atë çka gjithë secili mbi mjetin e vet, ai në tank, ky tjetri në aset, ai tjetri në aset, ç'është mundet, edhe në çfarë do drejtimi që janë, domethënë kalohet edhe kjo renditje që u përmend, hala ma lehtë bëhet, edhe mu fal në çdo formë. Po. Këtë vërteton ajeti kuranor ku thot, nëse keni frikë nga armiku, atëherë faluni duke ecur ose duke kaleruar. El-Bekara 239. Moskthimi kahkibleja në këtë rast është për shkak të pamundësisë dhe domosdoshmërisë, kurse obligimi bëhet në bazë të mundësisë e nuk mund ta zgjasin derisa të kaloj koha, me përjashtim nëse i pamundsohet namazi. Pra, lënia e namazit është më e rrezikshme se sa mos kthyer nga kibla. Ma mirë fal namazin, ja përparësi aslit, bazës, sipas mundësive fal, se sa me thonë s'pe fali, se s'po mund më kthy ka kibla, jo. Nëse s'mund ka kibla, ktheu ka të mundesh ama namazin maselen, sepse mëkati i lënies së namazit është më i madh se sa mëkati i moskthimit nga kibla. Edhe dispozitat kur vështirësohet apo pamundsohet arritjat e ta, atë njeriu vepron sipas mundësive, sepse është një rregull në domethënë qawaid fiqhie quhet kullama daqa ittasa. Sa më shumë që ngushtohen gjanat, çaq më shumë lirohen. Domethënë edhe pleqtë përmendin këta, sa më ngushtë çaq më gjan. Kjo është rregulli usul qawaid fiqhie, domethënë shariati kur të ngushtohen ty punë për një diçka, e ke pamundur, më fal ç'është duhet, domethënë sa më shumë që ngushtohet, dispozitat lehtohen, zgjanohen. S'mundesh më fal në kam, lehtohet ç'është falësh ul. S'ki mundësi me marr avdes, domethënë të ngushtuar sapi ose ki ujë veç për me pi, edhe është pyetje jetë vdekje, domethënë është ngushtuar, çështja e ujit lehtohet hin loj të emumi. Po. Nuk lejohet namazi për kalorësin nëse është në lëvizje dhe vëzhgim. Në ajetin kuranor qëndron shprehja nëse keni frikë. Kurse vëzhguesi i armikut lufton në lëvizje duke kërkuar armikun dhe nuk ka frikë. Transmetohet nga Imam Muhamedi i cili thot: lejohet falja gjithashtu edhe hipur në mjet me xhamat, për shkak të hadithit që flet për namazin në shi, siç kemi theksuar më parë në kapitullin namazit të sëmurit. Pa, më fal bashkë me imam, po të gjithë të hipur mbi mjetet e udhëtimit mbi kafshët e tyre, po. Mirë po, fetvaja në medheb jepet se nuk lejohet të falet me xhamat hipur në mjet, për shkak se ata gjenden në vende të ndryshme. Autori thot: Pra, fetvaja në medheb, kur thot autori, ka për qëllim që mbrana medhebit ka mendime, analiza se lejohet një gjë e tillë, por ajo që japin fetva mbrana medhebit do të thotë që nëse bin kundërshtime a ban as ban, themi fjala përfundimtare e medhebit po them kështu më arsyeshme, më sakta është që mos më fal në këtë formë secili larg njëri tjetrit nëpër mjetet e tyre. Po. Autori thot: nuk lejohet të falet namazi duke ecur, sepse ecja konsiderohet veprim i madh që e prish namazin. Autori thot: edhe frika nga egërsirat është e ngjashme sikurse frika nga armiku. Pra, patëm me ec edhe më fal jo, to ecë to fal jo. Po duhet më nal. Po ashtu te meselja frikës, si frika nga armiku, si frika nga kafshët e egra, është e njëjtë. Po.
Vlerësohet kështu sepse që të dy frikërat kanë të njëjtin kuptim. Nëse shohin diçka të zezë dhe mendojnë se ai është armiku dhe në këtë rast falin namazin e frikës duke menduar se është armiku e më pas del se ato ishin vetëm deve, namazi i tyre është i vlefshëm. E veçanërisht namazi i imamit, sepse polemizuese mund të jetë vetëm namazi i tyre e jo edhe i imamit. Pra, kur kanë dyshime, vetëm jo veç të kjo, por nëse namazi kryet edhe mrena gabimit që ke boti, është ngrit mbi ijtihad, mbi mund, po është ngrit mbi mund, se kanë pas mundësi, por qash kanë pas mundësi dhe është kry namazi, edhe pse e mrena kohës dhe e ke zbulu se ka qenë gabim, s'ka nevojë me kthy edhe njerë. Kjo njëjtë është edhe te çështja e kiblës, nëse e kthy ka kibla, apo ke mendu se e kthy ka kibla, ke mendu. E ke analizu ti me ato mundësitë e tua, edhe të ka ardhë qetësia shpirtërore se kibla është në çdo drejtim, je fal. Pastaj ka ardhur dikush që të ka thonë jo, këni s'është kibla, ka pro argument që s'është. Po ti ke kry namazin, nuk ki nevojë më çat namaz me kthy edhe një herë. A nëse jenë mbrana namaz, edhe të vjen dikush thotë kibla s'është këni, po është këni. Edhe ty qetësohet zemra se ai që po ta thotë këtë gjë e di, për më e di. Që ndodh dikush se di. Nëse se di, s'ki nevojë me ngu. Po vjen një në aeroport një udhëtar, domethënë që ai është i ku me ditë kashit edhe ty namazi edhe po të anon mendje se mirë be kapet diky atë. Se ngon, ki drejt mos me ngu. Mo qetësu me ato që ti ke je bind. Momentin që japi selam o kry, pra nëse namaz tregon dikush edhe e bind se mirë e ka, dush mo kthy ka kibla. Përndryshe në momentin që është kry, s'ka nevojë edhe njerë mu përsëriti njëjti namaz përderisa është bo, sipas mundit maksimal tënd. E mo namazin tjetër s'ban me falë çani ka të ka marrë mendje aty, po të kthy ka kibla tamam. Po. Okay.